Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiku anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Betohem në yllin kur ai bie prej së larti poshtë. Shoku juaj Muhamedi a.s. që ju e njihni, as nuk është njeri që ka humbur, as që ka devijuar nga e vërteta. Dhe ai nuk flet nga mendja e tij. Ai Kurani nuk është tjetër pos shpallje që i shpallet. Pra, këto janë ajetet e para të surës Najm, ku tregohet pra madhështia e Allahut subhanahu wa ta'ala, fuqia e tij madhore që dërgoi mesin ton të dashturin Muhammed a.s. si mësues për mbar njerëzimin, që t'ua mësoj njerëzve fjalën e vërtet që është fjala e Zotit Kurani Kerim. Huwa mu'jizatun, që është mrekulli, mu'jize. Pra, andaj besimtari kur e lexon Kur'anin, hyn në oqeanin, në universin e të kuptuarit të së vërtetës dhe të përforcuarit në të vërtetën.